Brandenburgu dhe Prusia, piktakime me Shqipërinë ishte ekspozita e qelur në mjediset e Bibliotekës Marin Barleti në Shkodër me kurator Gjerardo Nikiari. Ajo është një përpjekje interesante për të pasqyruar lidhjet historike dhe kulturore mes Shqipërisë dhe shtetit të dikurshëm të Prusisë dhe më gjerë me territore që e përbënin atë si Brandenburgu. Ky projekt ka për qëllim të shpalosë ndikimin e kulturës dhe historisë së Prusisë në vendin tonë, një lidhje që fillon në vitin 1914. E ndarë në 3 cikle, ekspozita shpalos gazetat kryesore të Shqipërisë së vitit 1914, kur shpallën lajmet mbi ardhjen e kapitenit prusian Wilhelm zu Wied dhe familjes së tij në Durrës. Cikli i dytë përqendrohet në kontributin e kuratorit në përkthimin dhe prezantimin e literaturës mbi Brandenburgun dhe Prusinë në gjuhën shqipe, ndërsa cikli i tretë ekspozon hartat origjinale të territoreve të Brandenburgut dhe të Prusisë të datuara nga viti 1585 deri në 1780. Pjesa më interesante e kësaj ekspozite, gjë e cila besoj do të jetë më tepër kërshëruese për vizitorin dhe për ata të cilët do ta vizitojnë të ekspozitë, janë ekspozitorët kushtuar hartave të këtyre 2 territoreve. Dhe janë harta origjinale që fillojnë qysh nga shekulli 16 dhe mbarojnë në gjysmën e dytë të shekullit 18. Harta më e veçantë është harta e prodhuar nga Gerardus Mercator, që ka qenë një gjeograf dhe astrolog holandez, dhe është një hartë tepër e rrallë e cila i përket edhe epokës së artë holandeze, një periudhë ku hartografia ka njoftë edhe shkëlqimin e saj më të madh dhe i përket shekullit të 16. Janë botime mjaft të rralla, vetëm 2 fjalë për sa i përket aspektit hartografik, sepse hartografia historike ka një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe, tregon trajtesën e territoreve, topografinë e tyre, dhe gjëja më e bukur domethënë është një mënyrë krahasimit e punimeve të mëparpashme që kanë ndodhur domethënë jo vetëm për territorin e Europës qendrore, por në mënyrë të veçantë edhe për pjesën e Ballkanit. Hartografë shumë kanë punuar realisht dhe janë le ta quajmë një bazë dhënash mjaft e rëndësishme, qoftë për territorin e Europës qendrore, qoftë për Ballkanin, qoftë edhe për territorin e Shqipërisë. Po ashtu në shpjegimet që janë të dhënur tek ekspozita në vazhdimsi, tek materialet hartografike shihet mjaft mirë domethënë cilësia e punimeve dhe metodika që është për të vlerësuar jashtëzakonisht shumë. Vlerësim për autori e kësaj ekspozite që po pasqyron më së miri domethënë një vlerë mjaft e rëndësishme historike. Kjo ekspozitë është një mundësi unike për të ndriçuar një pjesë të rëndësishme të historisë europiane dhe lidhjet e saj me Shqipërinë, dhe gjithashtu ofron një mundësi për lexuesit shqiptar që të njohin literatura të rëndësishme që përshkruajnë historinë dhe kulturën e Brandenburgut dhe të Prusisë.